Po të mbas. Më të halaqë. E shef të si hije këtu? Po. Ma bërë Johani. Mami Boj Genit organizon një fest nesër. E ka organizuar Qandi. Sara duhet jetë patjetër aty. E që do bësh tani? Tani do shlyp borgjin me qatë më thonë ata. Borgjin? Dua që të vishesh dhe që t'ikësh prej këtej, se nuk po gjej formë tjetër për të thënë që nuk të dua më. Kam nevojë për kohë. Ti vete ke thënë, unë qa dua e marrë. Shusha okej, dhe e ka lisë durimin. Ase ke vërre që ne kemi ndryshuar. Po ne të kemi si vajzën tonë, okay? Faleminderit. Ata kërkojnë ti konfiskojnë të gjithë. Edhe llogaritja e ngrirë. Vetëm te se mos më ngacmonim. Pjesën e ngacmon veti, po e najtë afër. Ku është Niko? Hemoragji cerebrale. Më thollën mua. Kjo këtu është dhoma. E ke përballë banjës, se dallon nga dera. Unë do t'jap sinjalin kur të fiken kamerat, që të instalosh këto. Këtë e ke për makinën. Vetëm ki parasysh që pasi të mbaroj, duhet shkosh të pastrosh dhomën dhe makinën çdo darkë, sepse shoferi ti kontrollon në mëngjes. Okej, kuptoj. E kupton? Apo e thu kot ashtu se më kalu radhën? E kuptoj. Mos haro. 3 me këti. Kjo është aksesor. Përdore vetëm kur duhet mu mbrojt. Sa ma pak zhurmë, okej? Po, mori vesh gjo ky. Ajtë se kimi a dalë. Hajde zemra ime. Sa rrohat toja. Ky është Edvisi. Nika Usmor. Hemoragji cerebral. Oh, sa gjëna. Sa vjeç je ti? 27. Okej, prisit pa. S'kam shumë besim të në. Të drejt ka. Peti, nuk është normale. E di që kam bërë? Më kanë sjell një fëmijë për shofer. Ai nuk është më i madh se Bojken. Po, lutem thuaj ta ndrojmë, ç'është kjo? Ti do na çosh sot, pastaj do të të ndrojmë. Okej.
Pse I fola ashtu? Si fola më mam? Nesër do të ndrojmë. Më falësh, djali. Por nëse ke dëgjuar për familjen tonë, duhet ta kuptosh që për ne besimi dhe eksperienca kanë shumë rëndësi. Jo, s'ka problem. Po babi kur vjen? Ka një takim në Rom dhe vjen në çarta. Elvis, lëvizë kokën. Bukur, ndike me sy. Ndike me sy. Mirë, Alban, shumë mirë. Ndyllu, Elvis, ndyllu. Aha. Bravo, Alban. Të lumë. Lëvizë kokën. Lëvizë kokën. Bukur. Bukur, Alban. Shumë mirë. Ndylli bryllet. Bukur, ruaj stomakun. Aha. Ndike me sy. Ndike me sy. Bravo, Elvis. Bukur, ja, Elvis. Ne, stop. Nja. Pushim. Hajde. Zot Jans? Mirë se erdhët. Alban. Eja pak. Alban, ky është zoti Hans nga Hamburgu. Ai që të fola. I'm impressed. Very well. Albanians, best boxer in Germany. Everyone. Ah, alles. Të ka parë në disa ndeshje dhe I ke pëlqyer shumë. Më shumë nga gjithë të tjerët. Is talent. We will meet again. Maybe in Hamburg next time. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Miropafshim. Nesër të pret shefi federatës në zyrë. Është serioze do më thënë? Serioze. Po nuk e dëgjova si tha. Miropafshim në Hamburg. Më ka marrë malli për ti, vllai. Si ke nerva për festa? Po u bë një muaj o ma. Të gjithë puna presin na. Shko qatë të kam s'tjerë. Dhe dita te me bëra? Dark me maska. Shumë mirë. Me që jemi të detyruar që ti mbaj maska të Covidit? Përse mos I kemi të bukra. Ti arritur pak flokët. Do t'i presësh kritik? Ja, varja. Gjo. I thash dhe Kristelës. E do se do ti, e kemi të shtëpisë. I që duash, vetëm mos krijo në I fantazin ko. Ama se s'është Kristela nga ato që ja se deshe ti e rajv diq. Po gjyna, se kishe Gjebahiri në dorë. Po? Po, Ismail, po. Kuptoj shumë mirë. Tani ndodhi, Ismail, ishte minutë fundit. Çfarë të bënim? Tjetër është me Covid. Po, jo, e kam zgjedhur vetëm. Është djali mrekullueshëm. Djalë shumë I mirë. E quajnë Elvis. Kampion boksi. Është djali mrekullueshëm, është pa asnjë lloj precedenti penal. Jo, po është I adoptuar kë. Më dëgjo mua Ismail, ai djalë ka premisa të bëhet 100 besnik. Po mirë, dakord. Gjem një tjetër. Po, do mundohem patjetër, gjem një tjetër. Mirë Ismail, miru pafshim. Do vi unë të marrë makinën. Miru pafshim. Nuk kanë besim. Unë bëre që është e mundur. Pasa janë dhe qikohet shumë. Të rëzurë.
keq për mos. Nuk bërë asgjë. Ke bërë për deri sa pranove. Po mirë pasaj, po i mbaj për masterin e gocës. Ma, hape derën. Ma, t'ka marrë kështu mascarpone për ëmbëlsira. Ma. Më falë. Jo, s'ke fajti. Du ta kisha thënë që kur shë videot ajo bëhet keq. Po ku i gjenë mërë se nga si afshe? Ma. Mami, hape derën, t'lutem. Ma, t'lutem hape derën se po ndje dhe Sara fajtore tani. Ma. Po ja Albani që të s'vim tu? Po ta faj shumë mamë. Ta shqipori Sara tu, a i po flete një shok. Unë kam gjetur një mundësi pune. Po, i gjetë mundësi punë. Po këto? Këto qëfar janë? Ku i gjete po të them? Mi dha Albani se i shiti njërit makinën i njërit, ndërsa ati tjetrit janë këshu lek sekseri, dhe më thënë. Nuk ke ndjenë që po të merret goja? Do më thënë historia vazhdon, Tesa, ha? Bravo! Bravo, Tesa! Nuk po vazhdon asgjë. Edhe ati Albani do t'i lë një vend në mur, se edhe ajo ashtu do përfundoj. Gjithë punë me vërtet? Call center. Më bëjë qefi. Po me dyqanin çfarë po bën ti, ha? Pse nuk bëni bashkë të dyja, ju ishit mirë? Sepse nuk po dyndet dynjaja duke qej për ma. Dynjaja nuk ta ka fajin. E ke fajin ti që ke në pasdore. Po deshe të ndihmoj me dyqanin. Jo, ka problem. Të ktheva nga Greqia dhe se kam dëmon të lepa buk. Me qëra fjala, ti vazhdon të jesh në Greqi? Nuk do iki te festa. Okej, në rregull, thjesht të provova. Po ikën ti. Po iki ti fshet do të rroba që pësia, se po i ka, jo prap, të vi infarkt. Morë dhe shperientin? Po sigurisht, ma thanë, është dukur bashkë me tjetër. Të merë. Se mora vesh. A ishte mirë kur eriti tek vile. Ku mund këtë shkuar? Ku t'jon? Do është në Itali. Se çka një vlla nga jati, duket. Oh? Pse s'me thënë? Po nuk e di tamam bojken, mbas se flas dhe kot. Mezi po pres ta mbarosh ti këtë shkollë, e ti futesh kompanisë. Qa e? Është vështirë ti besosh të huaj, zemra ime. Babi shkret e di se çka hequr me Ilirin. Qa ndodhë më? Një sekundë. Më su qëtëro, ma le më ndë. Me rolle? Mirë se erdhe të Linda. Rini qetë, thjesht dua valizën e në thonjës Linda. I ke makinën. Habe bagazën. Ke diçka që duhet më ligje? Kam së qëra intime. A më ndali zonja që të marrë të gjëra personale vetë? Brek për shumë. Dilina. Dil ti se ato kuptojnë qërat intime.
shofim që ka. Duhet kjo? Po këto. Jo. Po këto. Jo. Po këto. Jo. Po jo. Qofë. Ja, shë. Unë! Si e dushme? Na bojken shkon! Bojken! E visu det! Ne se ikëm. Bojken. Shia rob që bjush të pas. Do na kishte vrarë rrota e karit. Paulini na dërgoi. Bravo, do ka love tis. Shumë faleminderit. Falenderoj shumë. Jam pa fjalë. E kam për ty. Qatë dreqin po i bën vetës. I got bored. A do të bëj një koktejl me vodka? Jo. Do t'i numrosh. Jo. Besoj. U lam do me thënë? Nuk e detyroj do të Sarën shkoj. S'ka problem. Fundi ati e mbarove misionin tënd. S'të duam me unë. Okej, Jess. Ball. Nuk e kuptoj pse më ndalon, kur ti do ikësh, edhe unë mund të pi prapë. Qesi! Babi. Ja një sekund bas se jam banjë. Jam vetëm, ba. Ti je çmendur. Ti je çmendur. Sa Franci? Ke ikur komplet nga trut. Sepse ai nuk ikte dhe ti s'kishe pse ta sillje këtu. Kështu ta zgjidhje ti? Me armë? A je në rregull nga mend të kokës? S'kisha rrugë tjetër. Për atë zot. Ti si e fare në tërësi. Bledhje rrobat e tua dhe hajde kam unë. Nuk vi. Unë të them të vish. Jam adulte, ba. A? Që ka e rritur ti, e? Po mirë, po sikur Franci ti thot ti atit, se ti e kërcënove me armë, e di qa bëhet me ty? Se po të mos ishte i zef. Nga do t'i merja unë ato VKM-t për leje ndërtimi në Tiranë, edhe të t'jepja ty këtë jetë, që ke hapur pak si shumë gojnë me mua. Mblidhi robat edhe mëso bëj se jo tëmë. Mami e braktisi familjen, ba, kurse unë thjesht dua t'jema me Francin, që në fundja nuk e kam asgjë. Telefoni. Po? Si... Prape kanë blokuar rrugën ata? Nga motin do të kalojnë betonierët e mija, thuaj? Dorësirat.
Ja se po vi vetë. Shelbani këtë mundit, jo dhe fshar racën. Gjes, duhet të hiki drejtën jug. Mos më lodh edhe ti më shumë tani, mblidhe rrobat e tua dhe hajde. Këtë shtëpi, unë nesër e nxjerr në shitje. Ose hajde nga unë, ose gjej vetë lekët edhe merr shtëpi me qira. Besoj se jam i qartë. Atë, po e le këtu, se jam për rrugë, për më tepër është pa leje. E preke edhe një herë, do të çoj vetë, personalisht, në Vjenë! Të ka tërbuar leku ty. Mos ja vire se nuk shet gjë. Nisja. Varja. Ikte ti po ashtu. A je mirë, do të rri dhe pak. Jo, po sërse do vras veten. Gjes, nuk kam që t'i bëj Sarës, është shumë kokfort. Mos të vinë siklet. Fundja, ato ke shoqe. E ndarë do arrim të vila e plazhit, kështu si që ka nisur kjo. Shiko se di ishim pak të rënditur, po realisht, ajo që bërë ishte wow. Edhe ti si ishe keq. Më gati sa të më shërtoj, por. I kam pak fobik pas skenat. Si u ka ndodhur më parë? Jo, mua jo, po motrën, e mbajtëm pe një herë, ca orë. Edhe mami e ka vujt shumë. Edhe dje që bënte si trime, jam i sigur që sa ka shkuar në shtëpi, është futur në banjo të ka qarë. Po nga që jeni të pasur edhe ju piketojnë gjithë. Ma, se që s'kemi parë, gjoba, kërcënime, vjedhje. Vetë pak e lodhshme të mos i besosh njeriu. Ndonjëherë dhe tëndi. E njëta gjë ndodh për të gjithë, jo vetëm për ju që keni lek. Okej. Zemër prit pak. Zemër, nuk vonohem, nuk vendos dot. Jam shumë bukra. Okej. Thash, e njoh mirë mamin tim unë. Vetëm që njoh, në fakt. Pasi si beson njeriu? Për mua e vetmja gjë që ka rëndësi sot, është që të më besoni ju. Kisha ditëlindjen e çunit. Në momentin që ai thot unë dua Albanin, ç'a ndodh pastaj? Shkon ti atje, bon ca testime, Hamburg mes Gjermanisë. Ha. Harova që është e vërteta edhe Hansi u stepa kur i tha Mitro për problemin tënd shëndetësor. E kam që 5 vjeç, kam fitu gjitha kampionatet. Po flasim për regjim gjerman, ndeshjet mëdha, presion i madh. Se kam problem, e njoh trupin tim më mirë se që njoh veten. Ja vritesh. Ju me zi ju shërojnë dhe plagët. Jam vra, jam okej. Sa e shpojsh në ditë? 2. Po sheqerin e mas rregullisht edhe kam një aplikacion në celular. Do më thënë jam okej. Edhe dietën e kam më të mirë se që është rrotull. Shiko, unë do doja shumë që t'ishe ti, dhe jo Elvisi. Elvisi? Qa thu? A i s'ka si shans për Gjermani? Po Elvisi punohet, dhe t'jep siguri, kurse në rastin tënd. Po qa rasti o shef? Boksi nuk ka siguri për asnjë. Plus, Elvisi nuk është as inteligent. E di. E ty të flet puna, por unë e kam më të letë promovoj një njeri pa defekt. E bëj dhe për ty, ose nuk e bëj. Po më duhet të sforcohem shumë që ta bindë. Ta gjoj dreka, darka, udhëtime. Kush mi pagu mu këtë? E kush e pjerdh Federatën e Boksit? S'po kuptoj.
Ju a tha që erdhi vetëm për mua. Hajde shikoj këte. Vespa, LXV 150, 5.000 euro. I pëlqen çunit. Po doli jati Elvisit edhe tha, le, se e morun, tha. Bo beton ai. Si thuti, t'ja prishim e çunit? Bravo, Elvis. Jam Ismaili, shoferi Petritit. Linda më tha që kështë ndodhë. Madem më tha që ke punuar jashtë. Në Londër, Bouncer në klub. Po përpiqem të lidhe me Nikon. Edhe unë dhe familja ti. Kam qenë në shtëpinë e tij. Digje se ku mund të gjej. Si ja kam iden. Po fol me Ademin. Ademi. Mirë. Ismail, do vish tash në një gjë? Vazhdo punën. Shofer i ri? Më falje, duke më gjë idiotun juve? Sa po ndava nga një që mendon të po njësoj. Lexoje këtë mesazhin këtu. Lexoje. I shkruaj ta Bojkenit, në qarë është festa vllaj dhe Jasi mu përgjigj. Ja thash unë që ndodhi. Joan e bëra për të mirën tënde. Për të mirën time. Për të mirën time, unë jam përdhunues, Tesa. Po të mbrojta, thash e kishe pirë. The dhe që të shfrytëzova, se të gënjeva që të mbaronin punë. Ja pas ka thënë gjitha. Bravo. Okej, më fal Joan, po u zura ngusht. Dhe marra se fajnë mua. Paka shumë, po mos u shqetëso se do e zgjidhun këtë punë, okej? Mos u shqetëso. Nuk e di se çfarë po më ndodh. Në fillim Kristela tani këtu jemi. Kristela? S'ça ka bërë Kristela? Kristela mendon se të kam goditur unë, po unë e pa shendin. Dhe më tha që nësa flas do ta have unë nga që isha aty. Shumë mirë. Siç dëshmove për mua, dëshmo dhe të vërtetën. Thuaj ju që isha aty dhe e pesë çfarë ndodhi. Mua mos më përfshi dhe jemi në rregull bashkë. Si ka mundësi që të gjithë me skema ju, a? Nuk e them dot, Joan, nuk e them se është shumë e komplikuar drejtje e morë, nuk e them dot. Tesa, të lutem. O Tes, të lutem, paktën sa jesën tënde, a nuk e zi do ti se gjunaf? Okej, mirë. Ikim sonte të Bojkeni bashkë dhe ja themi. Mirë ka Sara, se në variantin tim pastaj kur t'i vi koha pjesën tjetër. Je shumë e mirë. Të të vitë për në orën 7? Në orën 8. Okej, në 8. Ciao. Super. U morë vesh edhe që unë jam këtu. Pikërisht. Edhe ti do vish me mua. Sara, ndoshta Zoti nuk do që ti të bësh skema. Hajde tani. Jepi. Sa po hynë? Tani ka pak. Ismaili? E so? Okej. Kështu do përshëndetemi tani. Si jeni të dashur? Bjetojmë. Eva. Ngrita pa di. Për konfiskimin. Fiskimi është pasens. Duan si e si të më rënojnë. Ç'njerëz ka, ha? Të mashma. Po na bëjnë një gjuhë ti shtrigash, Olinda. Uroj që ta kaloni sa më shpejt. Këstuar. Kristela, s'është me ju?
Kristela do 2 orë të bëhet gati. Petriti? Do të spres tani. Ju vonu avioni me këto kontrollet e koronës. Po bën një këtush. Zef, si të kam, Zef? Lindo. Angelinën ku e ke? Ka ken pak pa qef. Prap? O, nesër do t'i bëj pa tjetër një telefon. Bravo. Urdhroni. Pse si e sikur njekin kërsa? Shof do të asmajt as djath as në këtë. Një, ku që puna ashtu maja pra se s'keq ashe. Si ku duhet mulej goja. Ja vampir, s'më gjegjë natën unë. Gjithmonë e varianti, ja? Ma mirë i ke shoqëruar se sa vetëm. Sa Kristela që po vjen? Ftoj mami. E di shumë mirë se kushta ka mush me një munda, dhe ki bu gabim tepër të madh që ngjova të buzëqiri, edhe thash ja ati ti ka boj pislik dhe as kur s'mbesoj. Frans, lutemi, lejmë të muhabete, se s'është as vendi. Të ka marrë me në celular? Jo. Po ku ti se Sara që sa tush. Ja të kjo këtu i Sara është erdhe me SMS. Kristela, jo. Kristela është nivel tjetër. Kristela në ke për jetë. Nuk e di, Frans, jam pa konfuz. Okej, mirë, rregull. Mos e zgjash shumë këtë konfuzionin tëtë. Sara, hajde pak. E kam emrin Adela. Më falë, Shpiro, më falë. Një qëra fjallat të Sara. Ke ndoj shoh që mirë Sara për kë shokun tim? O, Frans! 1 minutë. Po, kam. Ishe sa kohë. Pëlqen Vera? Pëlqen. Okej. Petriti ka e super qilar. Edhe një pishin bërë, a shkojmë atje? Hajde ikim. Zonjush, ju lutem fiken një makinën, vendosni duart mbi timon. Duhet të konfiskojmë makinën. Si? Më vjen keq, është urdhër për Eduard Andonin. Babin. Okej, po më jepni një adresë dhe ju asjo më vonë. Zonjush, duhet të dilni tani nga makina. Tani? S'bëhet fjalë. Jam duke ikur diku dhe jam vonë. Shikoj? Më vjen keq. Ky është skandal. Mund të njoftoni një taksi ose një mik, ndërkohë ju presim. Do ju hedh në gjyq. Morët vesh. Dridhe.
DOS fast driven with this man jam. What we're doing since men and grind it slow. Till you got no shame to just move your back and fill the game. So how to show me? Sip it, drink that ass and do your best. Slowly shake that ass, then drink that. Drink that, drink that, drink that fast. Drink that, drink that, drink that, drink that, drink that. Ke zënë 2 vende parkimi. Oh. Sorry. Super, edhe që kam pirë. Alo. Elvis, një njeriu im ka mbetur në rrugë. A mund të shkosh ta marrësh, lutem? Tani po ik. Luisi, Jessica. S'kam parë ndonjëherë vërdall. po nuk jetoj në Shqipëri prandaj. Shiko, nuk dua të dukem si idiot, po kjo këtu është shtëpia e Petrit Çaushit apo jo? Yes. A do kisha dëshirë të futeshim bashkë? Se unë nuk njoh askënd edhe nëse nuk pret dikë tjetër. Jo, asnjë. Domethënë, kam shumë në trup, po asnjë fizikisht. Ti ke ardhur pa ftesë? Jo, unë në fakt sa kam marrë nga Milano edhe doja të takoja Petritin për të biseduar për një punë. Dhe po shfrytëzoj rastin duke qenë sa i mezi kapet, kështu që. Milano. Më pëlqen shumë fabula. Ndërkohë, duke qenë se ti je vetëm, unë jam vetëm, mund t'i bëjmë shoqëri njëri tjetrit. Mos fol më. Është perfekt. Siamo destinati ad incontrarci allora. Dhe po parkoj mirë makinën si fillim. Okej, edhe një herë. Përveç boj keni të përgjithë të Jamina, se nuk dua që ta marri vesh njëri që ka marrë këtu. E mora vesh, Tesa, ma the 25.000 herë, e mora vesh. Okej, pyet e vetëm pse, ja. Opa, pas ka ardhur Kristela. Çfarë the? Mos u shqetëso se ka një mision tjetër ajo sot. Okej. Dalim? Hajde. Më erdhi shumë keq për ju të dy. E di që do e keni të vështirë tani në fillim. Po ju jeni të rinja dhe do keni shumë rrugë përpara. Faleminderit edhe Eva. Këtë ndërsirë, gjithëshe që e thiri. Dashni, urrejtje, e ka partner në biznes tani. Mua më falni, po shkoj të marrë diçka për të ngrënë. Do një gjë? Jo. Ik. Ik se mos të ngacmon një Evën. Ai biri kurvës na ka bllokuar betonierët. As të kalojmë mbrapa lokalit nuk na lë.
Foli pak të lutem, Sef. Kushërimi tem duhet me ja gjetë argumentin. Se kur blokon, e ka një arsye. Për këta tanët, nuk janë më bashkë. Apo pun kalamajsh. Yeah. Jepi dhe mos pyet. Do preferohet mos flisje për këtë që pe. Lindës i thash mu prish makina. Ti je shofer i ri? Po. Si i vogël dukesh. Sa vjeç jam? Sa dukem? Po bëjmë dialog tani. Ajo po do mbazë, do mi dritë pasmet. Unë i ri për masë dhe jem të gjumë me rape. Ajo po do mbazë, do në nejt ofër. Unë i ri për masë, lume me gjarpën. Tele, kena shumë i njona jena file. Zamër son të napi në vele. Era robit si kolonja ke një file. Me dhe shërët gjero tërët, ja based on true events. Call me Bobby like De Niro, boy dinero, Irishman. Kula jamo e I feel it, jom landmark venin tem. Edhe sa her pi I feel it, po ju tingloj parisien. Shqip dem, baba dem, abetare jom pi vakti. Vargjit jom pi mazhit, taze hargjit, vishil hargjit. Kur kun buhun raga den, zike dhon kjo pi marsi. Tash do kalamen, po menoj nuk ka I bakti. Thirë man ku sem, andre pera kasirati. Menem dhejn, dyshi thejze, neve ndryshën na shkun lopsi. Qëtëtari paqës, do më thënë skërset, shpulla paqës. E si pishtari ardi lagjës, ta bëj skenare në varimit mes natës. Veteran, jom veteran, pik referente, rap trafikant. Po nga gjeti linda ty? Praktik s'kani në artifakt, kjo artizan. Këtë botë sot, so interesant, me konë shumë I but, një parmezan. Pjen giletin që shqitë diletant, për ta orangutan, unë jem gorilla man. Ajo po do mbazve, do në dritë pasmet. Unë I ri për masë dhe jem të gjumë me rape. Ajo po do mbazve, do në nejt ofër. Unë I Da ri ulesh për pak muzikën? masë, lume gjarë. Një fide. Nini, po si mërë se mure njëherë në telefon, djallë në agjës tant, me I kalëzu se ke ardhë. Hoqa qove dhe punë të vogla, se të ti ka më najtë ma shumë. Ashtu, ha? Sa është rritë, ha, qeni? Me trup, po, me mend. Nuk I tut në alo. Ha, baba, nive. Hajde mërdi. Paulin, si e? Optimist. Oh, Petriti po ju përet në zyrë. Me ca puro të mira kubaneze që I blem në Miami. I ma thësht. Hajde. Erda. Vazhdo ti para. Mere këtë se të shkodin me puro. Po me vajzën e Kristaqit si e ma? Si që she, ajo do të munda nda. E ti gjete këta me prun këto, ha? Ta din ajo që unë vazhdo jetën e bu. Mos më zgënje, Frans. E ne babën tanë që thotë. Unë e di se I ma I zhutë se kash. Nuk bëhet gjelozë e femna kus në gjendë në rrezik. Se nuk është... Hajtë më... Më regu është. Shefat vazhën atë? është motra një shukit tem se ka vdek. Ti se ka emrin. Ti sa gju? E njëtë? Shikoni, tash unë nuk e di se sa shok e ke pas ti. Vllane kësaj, po kjo është komplet pa bukse. Komplet pa bukse. Ka zënë shoqa shoqen time, tash po gjun këtë pallën këtu për lek. Kush s'ka ardhë të për lek të pëtritit sonë, të më thuj? Baba jatë.
E kam provu, po. S'ma vari. E kam parasysh. I ki folë që superior, që djalli Zefit. Pak. Foli si i barabart. Ka s'ka lek, është femën fonditës. E nuk e manit një djallë që ja kalzën bolet me fjallë. Edhe kjo është fidenet, shoqën tane. Ja tjetra. Të dalësh? Po pres. Për ç'a? Më hapësh derën? Po, më falë. Ti, shoferi i ri. Mund ta nisësh ditën duke pirë kafe te kjo vila, po mos harro që natën shkon e flet tek ajo susta jote e qelbur. Okej? Shofer? Futi pak të. Kam edhe i sus dyshen qofse ngel pa shtëpi. Si e një? Më ndihmoni? Tani ndihem më i lirë. Tash do të besonte po t'ishe me mua. Aktore je, nuk kam çfarë të them. Halli, zemra halli. E di çka bër Kina? Ha? Atëherë, gjatë pandemisë përdorën gjoja e inteligjencën artificiale për të marrë të dhëna mbi të infektuarit me Covid, por në vërtet jo, morën aq shumë të dhëna sa që mund të bëjnë një kontroll të njerëzor. O, Johan, e kam shumë seriozisht. Si pretendosh të zesh ferma ti me këto muhabete? Po normale, Franc, si mund të mungoje ti këtu? Johan, mos u tregoj pa edukat. Na prezanto me gocën, si quhet? Ina. E ka emrin. Zo Amina. Johani, shikon atë gocën atje? Ajo që po qam pak. Po? Unë si horë që jam nuk i fola shumë mirë. Dhe ti si gentleman që je, t'lutem, a mund të shkosh t'i japësh një gotë verë nga ana jote? Shikoje mu për sa mirë, shikoje. Është edhe vetë. Ku njohun atë më burr? Mirë, o burr, ti ka që duhet bësh se je çuni mirë. Hajde. Në fakt, Franc, po, unë jam shumë çuni mirë, ndryshe nga ty. Po. Dhe nuk i trajtoj keq femrat. E këtë ta dish ti e të tjerë ty. Në rregull. Ik ti serion me Tesa. O zoti i madh, ti kam dallu ato byth dhe bukar që nga larg. Edhe unë të dallova nga perversiteti që të karakterizon Franci. Doja të kërkoja falje. Është diçka që unë e kam me vetën e du ta rregulloj. Okej, bëje tani sa s'është vonë. Bëje. Po ja po filloj me ty. Qa ka? Asgjë, rrofsh për falje. Do diçka për të pirë? Do atik jam fakt. Të pakte një pije. Për jërë të faktit se e dashura im është me dike tjetër. Dhe po, para se ta thush ti e di e meritoj. Po, e meriton, Franc, lutem. E di që më pëlqen të ti, Tesa. Qa të pëlqen të ku? Më pëlqen fakti se ti murren hapur. Këtu njerëzit janë komplet falsë.
Falenderit. Hë, si shkoj? Apo le me Petritin? Po, megjithatë nuk patëm mundësi të flisnim shumë se ka shumë njerëz vërtallë, ke parasysh ti. Por mua po më shijon më shumë biseda jonë këtu. Në fillim kujtova se qelluat rastësisht bashkë. Por po e shoh që po qëndroni pak si gjatë me njëri tjetrin. Babi Luisi babi. Nuk të kam parë në shoqërinë e vajzës sime. Po unë jetoj jashtë, prandaj. Luisi ka jetuar në Itali edhe punonte si jurist korporate atje. Në Itali. Po si, nga u njohët? LinkedIn. Kemi shumë miq të përbashkët atje. Është një faqe ku ka njerëz që punojnë edhe kishim shumë shoqëri të përbashkët. E kuptoj. Gjesi, vjen një minutë të lutem. Ky është arsyeja? Po, ba. Po, ba. Po çfarë di ti për këtë? Po, di që nuk pi si që pi Franci, nuk më tradhton si që bën Franci, nuk më flet keq si që bën Franci, di që është shumë ambicios për karrierën, dhe di që kur vajza është e lumtur, babai nuk e pengon, edhe nuk ja shet shtëpinë. Unë vazhdoj tani? Çdo gjë okej. Si e? Qife një herë. Në këtë, shkatërit e mame. Në fakt duhet pjesën të. Jam okej. Përderisa erdha nuk të rrida e shumë. Më falë. Okej, më ka marrë madhe. Edhe mua fatkeqësisht. Po e mendoja sot, ne kemi tamam që 5 vjetë që njihemi. Jemi rritur të dy. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja pse që... E di edhe prandaj të mirë kuptoje. Ndoshta ndonjëherë duhet në një arratisje vogël. A mund bezisë ndonjëherë? Kështu kur dua të hapem për ndonjë gjë. Se kuptova. Do kështu si këshilluese? Ti është ajo që ke qenë për mua gjithmonë, kështu si ti spiritual leader. Spiritual leader. Pse çka ka? Jo, ti në rregull je. Ku ta kuptosh ti kur bëhesh mizor? Oh. Ja ku e ke dhe mamin për spiritual leader. Joanit me sa duket i doli fati, po ne... Shiko, në qoftë se do ta bësh Jessica xheloze me mua, mos u lodh kot. E di dështova. Po ku e gjeti kjo këtë tipin, qash? Nuk e di, po më duket se është italian. Normal. Gjesi merret veç do gjutë botë si i flet pia. Shiko, do më bëjë nder, të më thoje dhe të zbuloje se ka vjen ky Pepino, ja? Dhe qëfar doj? Të bëju ndër ty. Seriosisht, Peke. Po, ti të bësh ndër mua. Po, qa do lek, ha? Ja, rafsh. Shiko, e di që do bësh ti? Më thuj. Te kjo gjëja që do bëju tani, nuk dua që ti fusu shumë të fare, po fare. Okej? Rrëll. Mua të më falësh pak. Ke një cigare?
Vetëm këtë kam. S'kam ndonjë gjë kundër jush. Domethënë, klasës tuaja. Por nuk mendoj që jam aq e aftë të konkurroj me dikë që ka barkun për të mbushur. Mund edhe të dialogojmë. Edhe më fal. Mbroni stomakun. Aha. Gjuli, lëviz Gjuli. Poshtë, lartë, aha. Bukur. Shumë mirë, shumë. Ta dhe të bëthën bukur me mu ju, ha? Qetëso më shumë. Po qa ka i mbona ka shumë prova kur ti e dje që nuk dhe Adilja? Kisha shumë shpresa të këti, po qetëso. A i motor qimin kërkoj lek. Qfar? Po t'jepja do më qonte? Jo. Po ti e dje që do më kërkon të lek? Nuk e dija drejt që ta haj. Po di të them se ajo është kokre e maskarajt. Po qa të bëjmë? Ata kanë vendosur. Ata kanë zgjedhur. Vari karin ti se me problema është. T'ja majmë pak shpresat varë. Si shmi majtë edhe ti. Jo. Në kisha shumë besim të këti. Ti e dje që nuk dhe Adilja. Jo, mordjallë. Shkenca është zhvilluar. Ti e dje thellë që nuk dhe Adilja. Pavarësisht se unë kam fitu çdo lloj kampionati. Nuk kam mungua si herë në stërvitje. Ti e dje që nuk do shkoja. Jo, nuk do të thoja këtë. Por do të them se ti ke fituar shumë. Se beson se sa shumë ke fituar. Ti je hero. Je hero sepse askush nuk e ka bërë këtë që ke bërë ti. Dëgjo mua. Ti e dje që ka që ishte. Jo. Bota fatkeqësisht nuk ka ndryshuar. E di qa ma heq mene. Që ti nuk ke trajtua ashtu, si kur të kisha në smunje. Po sepse ti për mua s'ke pas asnjë gjë. Në sytë e mi ti ke qenë i pastër. Kam pra. Kam ja qif sharo. Nuk e shef, jam defektoz. Qa bone ti? Da, gjithë ju. Hajde ta majmë këtë jetimin me probleme, ta majmë me shpresa, që kur ta rrinë maj, ti themi o shok zbrit se e gabimisht këtu. Jo. Nuk boti, je i prish. Jo, Alban, jo. Mos e gjyko kështu. Dëgjo mua. Them shumë kështu, profesor. Më mirë ta dija. Alban. Kusht ka mërzitë është rot kari. E kam edhe vetë fajnë. S'kan faj femnat, kanë meshkujt. Po edhe fermat e shkelin. Se janë loqë ata që kanë krah. Sara sa herë do të ta them. E pash me sytë e mia as 10 sekonda nuk ndejëm bashkë dhe ajo iku e mërzitur. Bojkini po t'ishte i poshtër do shfrytëzonte situatën drejt që e mori. Okej, dëgjoj. Ti mund të ish në Greqi gjithë jetën. E të krijosh në kokën tënde situatin ideale që sipas asaj një mut të di se çfarë ti mendon se është ideale, ky është shansi jot i fundit. Kaq po të them. Prit pak. Përderisa ti e stokon Kristelën në Instagram. Për qa muti nuk je këtu njerë? Good night, Chris. Natën. Kur është ai tipi? Se njof. Varja. Kjo është nata më e çuditshme ever.
Do të kisha qeras me i pije, pa mas t'isha shofer. Ma jep rrugës edhe nuk del nga zanati. Rrugës për ku? Okej, po tani stani locationin. Ej, bëhu yllë, të dua. Mua! Kur e le turnen? Kur doj shefja. Mirë se plasun me shefen. Ti more ti do në qosh. Qa ke thesë? Zuna keq. Në fakt du ta them unë për ty. Jam unë pasoja zemra. Ha. E mora vesh për qaj, kishe fjalen. Bojkin ishte të më hellë për tokë nga gëzimi. O, Frans, do vi Sara, Sa i malë është, Alo. Po, vjen Sara. Po, Sara, po vjen, po ku janë ata dy? Ikën? Kush ata dy? Gjesi ma atë Pepinën, pra. Do më nimosh me informacionet, se unë nuk i thash gjë Bojkinit. Mundësisht me shpirtin e përdhëm i thash vllai, qose do, go for it. Frans? Oh, kriz shpirt. O, sot i madh. Ju femna t'jeni Allahu na rujt. Vjen Sara të shkjo për i nadi shkon me shoferin. Kë shofer? Ky tash është shoferi i mamit Bojkinit. Po ma ati nalë që kishte Kristela, dyshoj shumë se do e qojnë shpi. Një sekund. Ti me vërtet e mendon se Kristela do shkonte me një shofer? Qa të them? Po që na dollë fort ju klasa punëtore? Ku e kishit parku kalin e trojës ju? Shaka, zemër, shaka. Tesa. Pipak. Për ku? Pret njëri në shtëpi? S'ma do njeri susën e keq. Mirë se e di, unë do ike. Veç ton të trijët pasmet, unë i ri për masa dhe jëm të gjumë me rape. Ajo po do m'pas, veç ton në me t'ofër, unë i ri për masa, jo me gjumë me qape. Tes. U futa drejtën tem. Ka një problem? Jo, thjesht dukesh... Wow. Sei molto bella.
Koja këtu të thash? Nuk e për ta qitur fajtojnë të kun. Bog, zemra, ne nuk jemi familje e zakonshme. Franca nuk është mirë. Bolë që na qovë kryt. Dili është ta. Pretendentja për fronin e kompanisë që shkon me shoferin e kompanisë. Po të heq kjo. Kjo këto marën. Ti vetëm bum, jepi gas. Ka filluar ta fusi kuti dojtë trapja, do më shumë detare ma? Si e nëse bona, janë zgjidhet tona, Tes.